Përshëndetje të nderuar teleshikues, konflikti SBA-Izrael-Iran është tashmë në qendër të vëmendjes të gjithë ne, ndërkohë që tregjet globale ka nisur me njëherë që të ndjejnë efektet e tij. Një prej efekteve më të dukshme është rritja e menjëhershme e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Sa do të ndikojë kjo rritje tek çmimet e karburanteve në Shqipëri, do ta analizojmë me profesorin Elvin Meka. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Dhe me ekspertin e ekonomisë Pano Soko. Pano, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Përpara se flas për shifrat, profesor, në fakt jemi gjeografikisht larg nga ai konflikt, ndërkohë që me rajonin gjithashtu kemi këmbime të moderuara tregtare. Sa janë shanset që të prekemi drejt për drejt? Natyrisht nuk jemi në atë vatrën e nxehtë, ose më mirë themi në konfliktin e nxehtë, por gjithsesi jemi të ndikuar drejt për drejt, jo indirekt, nga ajo që ka ndodhë në atë teatr të nxehtë, pasi si të është ndikimi i parë dhe menjëhershëm që ka çdo luftë, ose më mirë themi vatër e nxehtë, reflektohet njëherë në ekonomi. Pra është pjesa më e ndjeshme, më mirë themi, e çdo konflikti. E para dhe e dyta, çdo konflikt në botë, një pjesë të rëndësishme të tij, ka pikërisht vektorin e ekonomisë. Ashtu si kundër gjithë pjesa tjetër e botës dhe Shqipëria, sado modeste, ka filluar ose do të fillojë shumë shpejt që ta ndjejë, më mirë themi, këtë lloj efektit të kësaj lufte, primarisht në produktet energjetike ose në çmimin, më mirë themi, të produkteve energjetike, që jam i sigurt që duke filluar nga java që vjen ose për një periudhë jo më shumë se 2 javore, këto efektet do të fillojnë të ndihen edhe në tregun shqiptar, pak a shumë është një kohë e përafërt edhe me ndjeshmërinë që kanë tregjet e tjera, ose më mirë themi ato tregjet që janë shumë të varura, ose kritikisht të varura nga ajo që ka ndodhur në lindjen e mesme, dhe duke qenë se kontinenti evropian për arsye objektive është thellësisht i varur, më mirë themi, nga ajo që ka ndodhur ose nga produktet energjetike që vinë nga kjo zonë e nxehtë, në mënyrë të pashmangshme do të preket relativisht shpejt, mbetet për të parë sa do të jetë amplituda e këtij efekti, pasi është tjetër gjë ndikimi në çmime në produktet bruto, pra ato që janë të kotuara në bursë, pra që flasim gjithmonë nafta bruto ose gazi bruto, dhe tjetër gjë ajo që del në pompë ose në fund, më mirë themi, në produktin final. Pasi shumë shpesh ngatrohet paksa, ose publiku gjithmonë ka një prirje të masi në mënyrë simetrike efektet. Nuk ndodh ashtu për arsye subjektive dhe objektive, por ajo që është e rëndësishme theksohet është që padyshim që gjithçka çfarë ndodh sot aktualisht dhe me vjushmërinë për fat keq, më mirë themi, të asaj çfarë po zhvillohet, në mënyrë të pashmangshme do të ketë ndikim në pjesën e çmimeve globale dhe patjetër që kur preken produktet energjetike, në mënyrë zinxhir ose kaskadë do të preken të gjithë të tjerat, pasi janë, ose më mirë themi, shërbesi lëndë e parë që kushtëzon, më mirë themi, prodhimet e tjera ose mallrat e tjerë. Në fakt, nga 62 deri $65 fuqia përpara sulmeve amerikane dhe Izraelit, nafta Brent sot në drek shkoi mbi $82 fuqia. Po shohim një trajektore të fortë rritëse Pano. Shiko, patjetër. Ishte e pritshme sepse duhet të kuptojmë një gjë. Përpara se të vite analiza. Për të vazhduar dhe ku e nisi Elvini, duhet pasur parasysh që çmimi Brent është për naftën bruto. Ajo që na impakton drejt për drejt është çmimi plac. Kupton? I cili matet për hidrokarburet, për derivativat e hidrokarbureve. Derivativet finale. Po, produkti final. Pra, tek ajo që shkojmë blejmë tek pompa e naftës. Dizeli dhe benzina. Të dyja këto kanë çmimi plac të tyre, i cili është çmimi që na impakton. Natyrisht ka një korelacion, i cili diku e ka frekuencë më të lartë dhe diku e ka më të ulët, në raste ndryshme ka impakte të ndryshme, por
le të themi që ka një korelacion, i cili shkon pozitivisht mes ecurisë së çmimit të Brent edhe ecurisë së çmimit Platts, i cili në fakt mat produktin e derivatit. Dhe natyrisht që derivati është ai që na impakton, do të na impaktojë drejt për drejt, do të flasim pak më vonë për këtë. Shiko. Tregjet e naftës, ose më saktë nafta si produkt, nëse do ta vizualizonim në një moment botën, nafta në vetvete i bindet ligjësive hidrodinamike të lëvizjes së lëngjeve në një enë. Pra, imagjinoni, bota është një enë, kërkesa globale është një enë, dhe nafta është një lëng që hedh në enë. Në momentin që diku në një cep të enës mungon një furnitor i parë, pjesa tjetër do tentoj të përhapet për ta zaptuar dhe atë hapësirë që i mungon të furnitori. Çfarë duhet të them me këtë? Që Europa në vetvete nuk është se ka një lidhje drejt për drejt, ose më saktë le të themi varësia e Europës edhe nga ngushtica e Hormuzit, për shkak se linjat e furnizimit me lëndë energjetike janë kryesisht drejtuara drejt veriut. Europa kryesisht furnizohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, le të themi nga rezervat e veta që ka Norvegjia apo Skocia etj. Dhe ka dhe një linjë që vjen nga lindja e mesme. Kryesisht naftë, për gazin jemi më pak të varur nga lindja e mesme. Por fakti që në botë ka munges lënde, për shkak të bllokimit të prodhimit nga ana e Iranit, ngushtica e Hormuzit sot është, le të themi, e pakalueshme ose më saktë me një risk lart, kalohet vështirësi. Bota gjendet përpara mungesës. Dhe është e detyruar që kjo sasi gjendje që është, tek e cila ne kishim gjetur shumë kollaj furnizimin tonë si Europë, pa pritur për shkak të kërkesës që lind në ato vende që nuk po furnizohen më siç është Kina, Vietnami, Japonia. Janë gjitha këto që kanë një varësi. Japonia ka gati 70% varësi nga Hormuzi. Nga nafta iraniane apo nga nafta që del nga gjiri. E njëjta gjë me Korenë e Jugut. Pra një varësi të tmerrshme. Për shkak të mungesës që krijohet aty, nafta amerikane që ishte destinuar për ta në Europë, pa pritur gjen një rrugë më fitimburse për të vetë aty, sepse aty ka një mungesë. Pra, e keni parasysh, funksionon lisit e hidrodinamikës. Lëngu gjen aty ku është, e ka më të lehtë për të arritur. Kjo gjë çfarë bën? Sjell mungesën e furnizimit në Europë. Natyrisht kur ka mungesë oferte, çmimi çfarë bën? Rritet. Dhe kjo po reflektohet aktualisht. Tani, përveç se faktit të mungesës efektive, këtu një rol të madh luan spekulimi. Çfarë është spekulimi? Spekulimi është loja me emocionin e pritshmërive. Sidomos këtu tek ne. Jo tek ne, apo në gjithë botën. Ata janë më mjeshtra se ne. Ne jemi fillestar të kjo gjë. Ata janë mjeshtra. Pra, spekulimi është të luash me emocionin e pritshmërive. Nëse ti, pret që gjërat të përkeqësohen, atëherë spekulanti është aty gati për të thënë, shiko, bleje sot me kaq se nesër do të vej shumë më tepër se sa kaq. E kupton? Dhe një dorë të mirë të këtë çmimi që thoni ju, $82, nuk është se ka thjesht mungesa efektive. Nuk ka kaq mungesë efektive sa për ta le të rritur me gati 20% çmimin për 48 orë. Nuk ka kaq shumë mungesë efektive. Por pritshmëria është që gjërat do përkeqësohen më tepër dhe do të ketë mungesë nesër. Dhe kjo reflektohet në çmimin sotëm. Pra këto janë të dy arsyet. Pra e para është mungesa efektive e lëngut të treg. Sa mungesë ka, Irani ka reduktuar prodhimin, Katari ka reduktuar prodhimin, një gjë do të bëjë dhe Arabia Saudite. Pra të gjitha këto janë faktor, por më e fortë se sa kjo është spekulimi. Mirë, të shohim pak historinë e shifrave në terma afatmesme. Në tregjet ndërkombëtare, çmimi i naftës ka shënuar rënje të vazhdueshme, duke prekur gjatë vitit 2025 edhe kuota prej $62 për fuqi, profesor. Natyrisht, në qoftë se i kthehemi, më mirë të themi, çmimeve të paktën 2 vitet fundit, se 2025-a mund të ishte një lloj viti stabil, po të themi, ose më mirë të themi stabil brenda llojshmërisë, brenda pritshmërisë për vitin 2025. Po kemi pasur gjatë 2024-s edhe çmime që mund të jenë luhatur deri në 80 ose 88, pra edhe më lart se ç'jemi sot. Megjithatë, ajo që bën përshtypje, të paktën realitetin shqiptar, jo në botë,
është që këtu çmimi qëndron në mënyrë konstante, pra produkti final në mënyrë të pa besueshme, duket vetë sikur jetojmë ende në kohët komunizmit, ku çmimet ishin fikse të pandryshuara. Është një habi që nuk ka ndodhur, të paktën në 30 vitet e fundit në Shqipëri, që të kemi çmim kaq jo elastik, sa që është çmimi në pompë, ose po më themi naftës dhe benzinës, pra për konsumatorin final, i fiksuar në mënyrë kokfort tek 175 lekë, ose 178, se pas rasti për pjesën e benzinës. Pra kemi rreth 2 vjet, pra nëse shikojmë historikun e luhatës së çmimeve finale, pompë, të këtyre produkteve energjetike, vjet të re që pavarësisht çfarë ndodh në botë, pavarësisht çfarë ndodh me çmimin Platts, ose Brentin, ose atë çka ndodh në Shqipëri, edhe me kursin të këmbimit, çmimi në pompë rrin një lloj, pra në mënyrë statike, 175-178 lekë. Dhe nuk ka gjasa asnjëherë, as të jetë ulur dhe as të jetë rritur. Sigurisht konsumatori është më i prirur që të shikojë anën e mirë që të kemi ulje çmimi, por edhe rritja duhet kuptuar në krahun tjetër. Pra duhet ndodhin të dyja. Çmimi duhet të jetë fleksibël në treg dhe të reagojë si pasojë asaj çfarë ndodh në treg. Çfarë shikojmë në Shqipëri? 2 elemente. Para, për te luhatjeve e madje me 20 ose 40% të çmimit naftës brenda këtij intervali kohe, 24-25 ose fillim 26-s, dhe pavarësisht luhatjeve të forta në kursin e këmbimit që lidhet me monedën e huaj, pra kryesisht me dollarin, ne shohim euron, po i njëjti ekuivalent vlerësimi ose rivlerësimi i lekut ka ndodhur edhe me pjesën e dollarit amerikan. Pra nëse kemi $1 amerikan në fillim të 24-s në 95 lekë, sot e kemi 82 lekë. Pra jemi diku më shumë se rreth 15% zhvlerësim dollari, çka do të thotë që edhe pa ndryshuar asgjë në tregun ndërkombëtar, vetëm efekti i zhvlerësimit të kursit duhet të reflektojë minimalisht, nuk po themi me të njëjtën sasi. Pra u zhvlerësu dollari 15%, automatikisht në pompë duhet ta kemi naftën 15% më të lirë. Pasi çmimi në 60% të tij është jo fleksibël ose jo i ndjeshëm, si pasojë e politikës fiskale në Shqipëri që e cungon shumë efektin. Por për këtë pjesë 40% që lidhet realisht me çmimin ndërkombëtar të naftës ose të produkteve energjetike, kjo duhet ishte pasqyruar në treg. Për fat keq, tregu ka abstrahuar, jo tregu, po mirë tregtarët e kanë abstrahuar këtë pjesë dhe sigurisht që kjo përkthehet në një fitim ekstra. Pra në ajo që në anglisht quhet windfall. Pra është një fitim i menjëhershëm, i jashtëzakonshëm, që nuk lidhet me shkaqe objektive, po është tërësisht subjektivitet që vjen nga leva shumë e fortë që kanë tregtarët në raport me konsumatorin final. Për ta vëjuar të logjik, po propozojmë 2 grafik pra me çmimet e naftës dhe benzinës sipas shteteve përpara konfliktit, që i shohim edhe në ekran. Pra, Shqipëria gjendet në zonën me çmimet më të larta. Çmimet të larta se shqiptarët gjenden vetëm në vende shumë të pasura si Zvicera, Hollanda, Liechtensteini. Pano, a ka një shpjegim logjik ky çmim karburantesh në Shqipëri? Shiko, për të gjithë qytetarët, duhet kuptuar 2 gjëra. Pse Shqipëria ka çmim të lartë nafte, është sepse ka barë të lartë fiskale. Pra ka shumë taksat e nafta. Pse çmimi është jo elastik kur ndryshon në tregjet e huaja, edhe për shkak, edhe ajo pjesa elastike që duhet të jetë e çmimit të blerjes dhe e kostove të lidhura me çmimin e blerjes, kjo është për shkak të tregut deformuar. Pse ndodh ajo që thotë Elvini? Ka 2 vjet që qëndron në pompë 175 lekë. Sepse kompanitë e naftës në një marrëveshje të palishme, që quhen marrëveshje kartel, kanë rënë dakord që duke pritur një periudhë prospere, pra parashikimet e OPEC-ut që ka thënë që në 2023, në vitin 2024, 2025, po mos kishin pasur luftë edhe 2026, do të kishte pasur edhe për shkak të rënies së kërkesës, për shkak të
zhvillime teknologjike nga krau tjetër i furnizimit me energji elektrike. Edhe për shkak të vitit të mbar energjetik kur vjen puna për furnizime me energji të gjelbër, për të gjitha këto arsye që janë paraprirë më përpara, ne do të kishim lëvizje rënëse në krahun e rënies së çmimit. Kompanitë shqiptare çka kanë bërë? Kanë rënë dakord që kushdo qoftë dinamika rënëse, asnjëra mos ta reflektoj tek pompa. Kjo quhet marrëveshje kartel. Dhe kjo është një ndër marrëveshjet që autoriteti i konkurrencës që ne kemi ngritur në Shqipëri do të duhet të luftojë sepse e ka në job descriptionin e vet që një ndër gjërat për të cilat ai është përgjegjës është të ndërhyjë për të shkatëruar të gjitha marrëveshjet kartel në tregje të tilla ku mund të realizohen të tilla marrëveshje. Të tregu i naftës, si tregu i sigurimeve shoqërore, tregu i bankës, etj, është një treg i cili ka mundësi që kompanitë aty të lidhin marrëveshje kartel në dëm të konsumatorit. Këtë kanë bërë në Shqipëri. Të gjithë kanë rënë dakord me njëri tjetrin, çfarë do lloj që ndodhi aty, mos e uni shpërmbyt. Të gjithë 175, 173 minimumi, 178. Po të shikosh të gjitha këtë ka mbajtur. Këtë fizionomi ka mbajtur. Dhe kjo është e palishme. Kjo vjen për shkak të mungesës së shtetit. Pse ne kemi çmim të lartë dhe je renditemi aty tek fundi ku paraqitet dhe juve, është sepse bara jonë fiskale zë gati 55%, 60% nga njëherë të çmimit të pakicës. Pra ne në 1.800 lekë po flasim, çmim pakice që blejmë naftën në karburant, kemi gati 1.100 lekë, 1.050 lekë, vetëm taksa. Prandaj ne jemi aq lart me çmimin. Por fakti që ne kemi çmim jo elastik, që qëndron në vend dhe nuk do t'ja di ç'a bëhet andej kur vjen puna për rënien. Se për rritjen shikohet ti. Ka filluar që sot. Tjetër do reflektohet. Tani do ta shikoni, ka filluar që sot, pavarësisht se 2 ditë ka që janë lufta. Që sot i ngritën çmimet e kësaj, e shitjes së karburanteve. Kompanitë sepse pavarësisht se kanë rezerva pra rezervat që janë në rezervat detyrueshme, rezerva shtetërore për të cilën furnizohen kompanitë ka 3 muaj ditë rezerva aty, në nivel konsumi mesatar, përsëri këta tentojnë t'i reflektojnë. Pse? Sepse këtu shteti nuk ndërhyn për të ruajtur ligjshmërinë, rregullin në treg, për të mos u abuzuar në treg, por këta kanë gjetur dorë të lirë dhe bëjnë çfarë do qefi. Pra, përqendruar këtu, arsyetimi i tyre është që tregu shqiptar operon përmes sistemit të rezervës tremujore, sikurse edhe ju e thatë. A qëndron ky arsyetim, profesor? I pengon vërtet ky sistem kompanitë të pasqyrojnë në kohë reale luhatjet në bursa? Për fat keq në Shqipëri, për të vijuar aty ku e la Pano me të drejtë, është kompanitë energjetike ose ato që janë të angazhuar, më mirë themi, në pjesën e tregtisë me shumicë, pra i importuesit, të produkteve energjetike, duhet sigurojnë rezervë strategjike, kjo është detyrim me ligj, nuk është se e vëmë ne ose e kërkojmë ne, që duhet kenë rezerva 3 mujore, pra bazuar në konsumin mujor që ka në Shqipëri, ato duhet pasqyrojnë ose duhet kenë gjendje në tankerat, në porte ose ku e kanë vend depozitimin, rezervat gatshme për 3 muaj të tjerë, pra sikur mendohet që në një moment do të ndërpritet me thik furnizim, pra nuk do të kemi anije në port, të cilët do të shkarkojnë karburant, ne duhet kemi në gjendje të furnizojnë konsumatorin shqiptar për 3 muaj. Pra ashtu si shmaten rezervat valutore me muaj importi, ashtu duhet matet ose matet nga ana e detyrimit ligjor, rezervat strategjike për sa i përket naftës, kryesisht naftë jo gaz, sepse Shqipëria nuk është përdoruese e madhe e gazit. Asnjëherë nuk ka ndodhur, dhe kjo mund të vërtetohet lehtësisht nga dhënat e çdo lloj autoriteti në Shqipëri, ky detyrim ligjor nuk është zbatuar asnjëherë në Shqipëri. Shqipëria asnjëherë, asnjë tregtar shumice, grossist, importues, nuk e ka plotësuar ose përmbushur këtë detyrim ligjor. Dhe sigurisht është detyrë dhe tagëri autoriteteve përkatëse të hetojnë, të inspektojnë dhe të marrin masa në këtë drejtim. Ky është njëri e element. Elementi tjetër është edhe sikur në Shqipëri të ketë rezervat të tilla, nga mënyra se si funksionon tregu shqiptar, që ka konkurrencë në kufi zero, pra është në nivel jo zero, minus, se është gjithmonë në dëm të konsumatorit, asnjëherë në favor të konsumatorit,
Vetë mënyra e deformuar si funksionon në tregu i karburanteve në Shqipëri, madje dhe përpjestimeve që zënë grosistët, tu kemi vetëm një grosist që furnizon tregun, të tjerët mbushin tregun, janë më pak se 10%. Pra, pjesa tjetër është 10%, njëri është 90%. Pra, kemi një furnitor i cili është monopol i shpallur, sepse lihet kjo është s'na takon neve si ekspert, por, nga ana tjetër, është që edhe sikur t'i ketë këto rezerva, pra, thamë, në mënyrë se funksionon tregu shqiptar, asnjëherë nuk do dali që kur bie çmimi të reflektohet në pompë, pra, parimi është ky, në momentin që çmimi bie, raportojmë rezerva për 100 vjet, pra s'kemi shit këto që kemi, në momentin që rritet çmimi, jemi minus me rezerva, pra i kemi shitur të gjitha rezervat, dhe aplikohet direkt, pra, madje shkon në mënyrë anekdotike, që në mas 10 sekondash si rritet çmimi në bursë, bruto, automatikisht reflektohet në pompë finale, pra sepse u rrit çmimi në naftës në bursë. A thua ekziston një tub i cili është në gjendje ta sjellë naftën nga 5-6.000 kilometra larg, madje të përpunuar produkt final në pompën shqiptare. Pra, në këto drejtime, abuzivizmi funksionon në mënyrë perfekte në Shqipëri. Dhe e keqja është se ky abuzivizëm jo vetëm ushtrohet, pra zhvillohet, por dhe lejohet. Dhe ky është dëmi i dytë që i bëhet konsumatorit shqiptar. Është tjetër gjë pastaj diskutimi për sa i përket politikës fiskale. Qeverisë shqiptare historikisht e kanë zgjidhur pra, në shkallën e lartë i informalitetit në ekonominë shqiptare, e kanë zgjidhur nëpërmjet ushtrimit politikës së egër fiskale, kjo quhet politikë egër fiskale, ne tek pompa. Pompa është i vetmi vend ku shqiptari nuk ka ku t'i shmanget politikës fiskale, pra ajo që regjistron pompa, sepse një pjesë e mirë e naftës në Shqipëri shitet edhe jashtë ose jashtë kanaleve, më mirë thënë fiskale, por nuk po hyn fare në atë pjesë. Flasim në pjesën e rregullt formale. Pra, shqiptarët në 60% punojnë për shtetin. Pra, kur shkojnë pompë, kontribojnë për shtetin. Kjo është një rrugë e lehtë për qeverit, ka qenë dhe është dhe do të mbetet një rrugë e lehtë për të mbledhur taksa, por është një barë shumë e rëndë për konsumatorin shqiptar, duke lënë më njanë mënyrë se funksionojnë tregjet shqiptare dhe mungesa totale konkurencës, por rritja e barrës fiskale në produktet finale energjetike, pra në çmimin final produkteve energjetike, ka një problematikë sepse rrit thashë një kaskad të gjithë koston e madrave dhe shërbime që do të marrë konsumatori final. Pasi çdo biznes që është konsumatori këtyre produkteve energjetike, atë kosto që merë në pompë, automatikisht do ta reflektoj edhe në produktin, mallin ose shërbimin që ai do t'i ofrojë konsumatorit final. Dhe këtu marrëdhënia nuk është 1-1. Pra, nëse rritet 10% çmimi në pompë, automatikisht çmimi i një shisheje uji ose një malli do të rritet me pjesën përkatëse të rritjes së çmimit të produktit energjetik. S'funksionon kështu. Pa nëse çmimi është rritur 3 lekë, nuk do të arrisi 3 lek me peshore farmacie, po do të arrisi 5 lek me njerë, 10 lek me njerë, pavarësisht se jo i gjithë efekti është 10 lek nga produktin. Marrin parasysh dhe abuzimin këtu. Abuzivizmi është në sistem në Shqipëri, në çdo shkallë. Pra, në çdo shkallë të shkëmbimit tregtar dhe të prodhimit, ka abuzivizëm, ka mungesë konkurrence, ka spekullim, pra gjithçka është në dëm të konsumatorit final. Dhe prandaj është jo e rasti sepse ne shohim sot vetëm pjesën e produkteve energjetike, po e njëjta situatë abuziviste ekziston në çdo treg mallrash në Shqipëri. Marrim edhe shitjet me fakicë, pra që janë një sektor tjetër. E njëjta situatë nuk ka shqiptar që ka lëvizur në vend, jo vetëm në vendet rajonit, po dhe vendet Bashkimit Evropian, ku për të njëjtin produkt, për të njëjtin ose për të njëjtin nomenklaturë malli, çmimi është edhe më i lirë në vendet Bashkimit Evropian se sa në Shqipëri. Dhe kjo është fatale, që ka të bëjë kryesisht me pjesën e mos funksionimit me dashje të tregjeve siç duhet në Shqipëri. Pano, nga njëra anë,
Kemi atë që ju thatë pra taksën e lartë të karburanteve që shkon deri në 1.100 lekë, flasim të vjetra. Kuptohet, madje me sa mbaj mend para disa vitesh, kryeministri Rama u deklarua i prerë që nuk do të ketë heqje. Në mos gaboj janë 2 taksa për që paguan. Jo, janë 7. Apo janë 7, po. 7 taksa. Nuk do të ketë heqje në të... 2 janë të sajuara. Taksa e karbonit dhe taksa e qarkullimit janë të sajuara. Pse janë të sajuara? Sepse në strukturën fiskale që ne kemi ndërtuar përpara, kemi akomoduar të dyja problematikat që kurojnë këto taksa. Se duhet kuptuar pse janë taksat e veçanta. Për të kuruar disa problematika që krijojnë. Çfarë ndodh? Ne prishim makina jote kur lëviz prish rrugët. Më kupton? Dhe natyrisht që për këto rrugë që prish makina jote do duhet të kompensosh, sepse do duhet paguar diçka dhe ti për rrugët që janë prishur. Ndërkohë paguajmë dhe koncesionarin. Prit. Ne për këtë kemi taksën qarkullimit. Çdo vit shkojmë tek aty ku bëhet kolaudimi dhe paguajmë secilit për riskun e vet, ku nuk e di se sa është. Unë kam 75.000 lekë të vjetra në vit. Pikërisht për këtë gjë. Pra, u kurua dëmi për cilin kam bërë, pra dëmi që kam shkaktuar. Taksa e kuroi dëmin. Pagova detyrimin tim për dëmin që kam shkaktuar. Ky jo vetëm shteti, jo vetëm merr tek taksa e qarkullimit, por ka vendosur taksën e jo vetëm te taksa e regjistrimit, por ka vendosur taksën e qarkullimit tani. Këtu kemi konflikt. Sepse nuk mund të ketë 2 taksa që janë të destinuar për të njëjtin mision. Unë jam dakord, më ti ke nevojë për më shumë lekë, rregullo taksën e qarkullimit. Pra më thuaj mua, jo 75.000 lekë, pa. Ti zotëri do marrësh taksën e qarkullimit, do është 150.000 lekë, apo 120.000 lekë. Por jo, sepse kjo është anomali. Pra, destinimi i 2 taksave për të njëjtin funksion rregullator është anomali. Nuk ka ligje buxheti që ta pranojnë këtë gjë, ligjësi buxheti ta pranojnë këtë gjë. Sepse duhet të jetë e rregullt. Pra ka etika e buxhetimit është, etika fiskale është që ti për një problematik caktuar, destinon një taks. Rregullon tarifën tek ajo taksa. E rritë, ul, në varësi të nevojës që ke ti, apo në varësi të kërkesës që ka. Por asnjëherë ti nuk bën të tilla balloma, andra, më kupton si pantallona të grisura që vendos nga një ëndër. Më kupton? Plus saj duke vendosur këtu edhe faktin që një pjesë mirë të rrugëve të ndërtuara me lek taksash, ne do t'i paguajmë nëpërmjet tolleve. Ne i paguajmë nëpërmjet koncesionarëve. Pra paguajmë pagesën e rrugës. Rruga e Kombit është shembulli më i qartë. Pra kjo është e para. Edhe taksa tjetër që është e sajuar është taksa e karbonit. Shiko, secili nga ne që lëviz shkakton ndotje. Shkakton ndotje dhe ndotja natyrisht që smund njerëz edhe natyrisht spitalet për shkak të sëmundjes njerëzve, për shkak të ndotjes që shkaktojmë ne që lëvizim makinë, spitalet kanë nevojë për njerëzit shkojnë në spitalet kanë nevojë për para. Atëherë ti që je shkaktari i ndotjes paguan një taksë që quhet akciza. Akciza është një taksë që vendoset mbi mallet që shkaktojnë dëme mbi shëndetin, mbi alkoolin, mbi duhanin, mbi gjitha. Pse? Sepse shteti do të marrë lekët për spitalin. Se ti pi alkool, ti sëmurësh për shkak të spital. Spitalin e paguajmë ne. Kështu që ti do paguash akcizë te alkooli që pi. Apo do paguash akcizë tek makina që lëviz, tek nafta që përdor. Që më ndot mua dhe më çon njerëz në spital. Por kësaj takse të akcizës ne kemi vendosur taksën e karbonit. Kush është sensi? Kur ato 3 lekët, po rritja akcizës po. Dhe jam dakord, ti ke nevojë për më tepër para. Rritja më akcizës. Bëj akcizën 38 lekë, 40 lekë, 50 lekë. Po ky mishmash u bë vetëm e vetëm për të mos, pra u nis nga Berisha. U nis nga Berisha i parë, sepse ai e nisi që e vendosi 7 lekë dhe 3 lekë. Rama tha që kjo është dhe vërtet ishte një mishmash i madh fiskal që nuk ka sens etik. As estetik, as etik fare. Më kupton dhe tha do ta heq, Rama erdhi e bëri 27 lekë. Më kupton? E kuptoj. Pra kjo është historia. Mirë. Këtu ke problematik nga sa do hanë qenë po. Mirë, shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Në studio, Pano, a mund të ndodhë një situatë e tillë si ajo e pas pandemisë me ato çmime të jetë shtrenjta dhe a mund ndërhyrë sërish me çmime tavan? Unë shpresoj që jo. Duhet parë se si do të vijoj, le të themi, konflikti, sepse
e thashtë pak më përpara që bota funksionon si një në gjitha. Nuk e shpërndajmë dot. Nuk themi dot që konflikti është aty tutje, ne jemi këtej, sidomos për mallat të tilla me impakt global, siç është mallat energjetik, siç është nafta dhe benzina. Natyrisht që skenarët janë, nëse kemi një agravim të situatës dhe kemi pezullim të prodhimit nga ana e Iranit, mjafton të Irani, besoj unë, pezullim total të prodhimit nga ana e Iranit për të iniciuar një krizë ndoshta edhe më të fortë se sa ajo e 2021-shit. Më thënë, impakti është i tillë në tregjet globale. E natyrisht do duhet të përshtatemi. Unë mbaj mend atëherë në 2021-shin u ngritën një protest, po keni parasysh, për çështjen e çmimit të naftës, ku i kërkuan pezullimin e taksës karbonit dhe taksës qarkullimit. Protestuesit atëherë, unë kam qenë ndër protestuesit atëherë. U tregoi prerë që nuk e Rama tha që jo, tha të bëni çfarë doni, tha 500.000 veta të vinë para dritares sime, tha unë taksat nuk i heq, kështu që unë shpresoj shumë që për interesin e qytetarëve dhe familjarëve, familjeve shqiptare, le të themi konflikti në lindjen e mesme të marrë i farë drejtimi sa më shpejt jetë e mundur, që të paktën prodhimi i naftës edhe rrugët e transportit naftës të hapen sa më shpejt edhe të vijoj normalisht puna, sepse për ndryshe situata mundet të eskaloj jashtëzakonisht shumë keq. Profesor, mund të kemi rritje ekstreme si ajo e asaj periudhe pra, dhe a mund ndërhyjet sërish me çmime tavan? Rritjes ekstreme ka qenë vitin 74, mos gaboj, kriza e madhe e naftës, ku çmimet u rritën me herë, pra. Por ai skenar nuk vjen më besoj asnjëherë, nuk mund të kthehet. Për faktin sepse tashmë nuk kemi vetëm një shtet madh ose një aktor global, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por janë edhe aktorë tjerë me peshë, Kina, Rusia, të cilat madje edhe shtetet të tjera, të cilat kanë një peshë relativisht madhe, të konsiderueshme, po themi në arenën ekonomike globale. Mendoj që konflikti do zgjasë deri në momentin që Irani nuk do ketë mundësi të arktoj të ardhura, pasi blokimi ose vështirësimi i ngushtisë së Hormuzit nuk prek vetëm vendet e Egjiptit Persik, pra botën arabe, po prek dhe vetë Iranin. Pra Irani mund bllokojë të tjerët, po janë të tjerë pastaj që mund bllokojnë daljen e Iranit në treg. Një Iran pa burime energjetike, pra në kuptim pa të ardhura nga burimet energjetike, do të thotë një Iran që vdes, sepse s'ka të tjera gjëra. Dhe jo vetëm naftë, po edhe produkte tjera e ka të pamundur që të dalin në tregun global, çka do thotë një, si themi, fshirje ekstreme e mundësisë të ardhurave për të gjeneruar të ardhur dhe për të financuar konfliktin, pasi lufta është biznesi më i shtrenjtë në botë. Dhe aktori më i rëndësishëm në këtë rast nuk është Irani, po është Kina. Kina merr pjesën më të madhe të naftës iraniane në rrugë të ndryshme, pra formale ose informale, dhe deri në momentin që do jetë problem për Kinën, që nuk do jetë problem për Kinën, konflikti do zgjasë. Në momentin që Kina do pranojë kushtet amerikane të tregtisë së dy vendeve, pra gjithë duhet kuptuar, luftrat janë diversione, pra për të tjera qëllime dalin në skenën zyrtare për konsum publik, po të tjera janë qëllimet madhore. Dhe të jemi këtu do të jemi që mbyllja e konfliktin lindjen e mesme, shumë shpejt do shoqërohet dhe me mbylljen e luftrave të vatrave të tjera. Luftës, pasi thash, janë aktor global të interesuar. Interesuar është Rusia, interesuar është Kina, Japonia, Korea, Indonezia, pa janë shumë ekonomi të mëdha përveç vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat nuk mund të tolerojnë, pra kanë një marjë tolerancë shumë të vogël, për sa i përket problematikave që lidhen me zinxhirin e furnizimit, rritjen e çmimeve. Duhet kuptuar që Evropa nuk ka tolerancë për rritje të borxhit publik, pra nuk mund të financojë më konflikte sociale ose problematika sociale në ekonominë e brendshme, si pasojë e rritjes borxhit. Kishin vende bosh para pandemisë, u ezaurua me vitet e pandemisë. E njëjta gjë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka hapësira për akomodime të kostove më të larta të buxhetit. Kina ka problematika dhe veta të brendshme të ekonomisë së saj, që
ajo që nuk do donte do t'ishte pikërisht një problematik ose kompromitimi i furnizimeve të rregullta me produkte energjetike. Rusia po ka problemet strukturore të ekonomisë dhe të konfliktit me Ukrainën, konflikte strategjike dhe geostrategjike, pra ajo është një teatër shumë i madh, ose kjo është një lloj lufte e tretë botërore jo konvencionale, pra jo se ajo që jemi mësuar të shikojmë, kjo është lufta e tretë, pra e cila do s'do, pra do të shikojmë uljen në tavolinë të aktorëve kryesor, të cilët ky konflikt do t'i uli për të zgjidhur problematika që kanë mes tyre, jo problematika që kanë Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli me Iranin. Kjo problematik ka mbaruar. Pra, lufta është pjesa e shohut, nuk është pjesa e zgjidhjes. Zgjidhja vjen diku tjetër. Zgjidhja nuk do të jetë as në qiejt e Iranit dhe as në qiejt, po themi, të lindjes mesme. Ato janë për efektet spekulative, për të nxjerrë përfitime të caktuara nga problematika të caktuara ose marrëdhënie të caktuara. Kanë patjetër mbas këtij konflikti bota arabe, edhe pa hyrë në pjesën e geostrategjisë, patjetër që do ketë ri përshtate dhe ri konfigurime të thella në marrëdhëniet ndërkombëtare, jo vetëm mes superfuqive, por edhe mes vetë fuqive rajonale. Dhe sigurisht që nuk besoj që kjo luftë do zgjasi për shumë arsye, thash, kufiri do jetë zbrazja e të ardhurave nga Irani dhe problematikat e furnizimit me produkte energjetike të Kinës. Këto janë dy përcaktuesit kryesor, më mirë themi, të luftës që do të mbarojë. Pra, Pano, për të vazhduar atë që tha profesori, sa janë gjasat që këto vende të ulen, pra superfuqitë e botës të ulen dialog dhe të japin fund këtyre konflikteve? Shiko, është nevoja që i bën të ulen në dialog, jo dëshira. Pra, natyrisht që matematika funksionon në të njëjtin rend që funksionon për gjithë botën, funksionon dhe për superfuqitë. Nuk kanë matematikë të veçantë ato. Numrat janë po ato, nevoja është po ajo, kërkesa oferta është me të ponjëlloj sasit maten përsëri me numra dhe ato janë numrat e njëjtë që na matin sasin në çdo anekon të globit, kështu që praktikisht nevoja për ta përfunduar konfliktin do të jetë determinante për ta përfunduar vërtet konfliktin. Natyrisht që unë shpresoj që kjo gjë të ndodhi sa më shpejt, shpresoj që të paktën le të themi që fuqitë e mëdha të bien dakord për një periudhë paqe mes njëri tjetrit. Rendi i ri botror që u prezantua tashmë për shkak edhe të dinamikave të reja në marrëdhëniet gjeopolitike, kryesisht mes perëndimit, por edhe mes aktorëve të lindjes edhe perëndimit, sjell paqartësi në kuptimin tim, sepse realisht ne ishim mësuar me një botë e cila funksionon të gjithmonë e orientuar, paktën 20 vite e fundit orientuar nga globalizmi, e cila ishte orientuar nga tregtia, nga nevoja për zhvillime të tjerë. Sot po e marrim ka ca interesa të tjera. Po e marrim mirë qenë që konflikti nuk do të zgjasë, në opinionin tuaj, tregtarët do të arrijnë që të rrisin çmimin e naftës? Po patjetër. Shiko, këtu në Shqipëri nuk diskutohet. Po them, po e kanë që sot. Nuk e di si kam parë, por po të vetë të shoh. Për shembull, 1-2-3 lekësh e ka ngrënë sot çmimi. Ti jemi sinqert, domethënë, unë nuk pres. Por natyrisht që ky është një periudhë e artë për gjithë spekulantët. Natyrisht që spekulanti më i madh është Rusia. Është vendi i cili është interesuar më shumë për një çmim të lartë nafte. Sot që flasim kostot e luftës Ukrainës, rëndojmë buxhetin rus dhe natyrisht që duke pasur parasysh rabatet me të cilat Rusia shet naftën e saj për shkak të konfigurimit të ri dhe prodhimit të shtuar nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po ashtu edhe vendet OPEC-ut kanë shtuar prodhimin e tyre. Rusia pa veten e ngërsh shumë të madh kur çmimet e naftës vajten $60 për fuqi. Ajo nëpërmjet mekanizmave të saj të spekullimit dhe abuzimit, cilët janë sofistikuar e ngritur deri në institucion në Rusi, patjetër që do të tentojë që të nxjisë çdo tension spekulativ që mund të krijojë me qëllim për të mbajtur sa më lart të jetë mundur çmimin e naftës, për të kompensuar sa më shumë të jetë mundur të ardhura nga rishitja e naftës vetë që do t'i bëj vendeve të tjera me një çmim sa më të lartë. Dhe kështu do dojë që të financojë edhe deficitin e jashtëzakonshëm, humnin e real
që ka sot buxheti rus në lidhje me luftën në Ukrainë. Kështu që janë disa aktorë që janë të interesuar që çmimi i naftës të jetë sa më i lartë, të cilët do ta ruajnë, do të fryjnë, do të mbajnë me oksigjen spekulantët, por që në fund fare tregu të tentojë që të kthehet në normalitet pavarësisht të këtyre presioneve. Profesor, në opinionin tuaj, do ta kapin tregtarët shqiptarë këtë moment për të rritur çmimin e naftës? Problematika nuk është nëse do të rritet apo jo çmimi. Kjo është aksiom. Kjo do bëhet. Do të rritet, kjo do bëhet, do të sanksionohet. Problemi në Shqipëri do të jetë edhe sikur $5 të zbres nafta më vonë, po çmimi një lloj do rrit, sepse këtu çmimi vetëm ngjitet, nuk shef poshtë asnjëherë. Çmimet në Shqipëri janë me mendje mdhenj, shikojnë vetëm lart. Pra nuk ka gjasa, problemi është mos hipi çmimi, se po hipi do rri aty ku është. Dhe nuk ka gjasa asnjëherë të zbreset. Dhe këtu do të jemi kur edhe mbasi të bjerë, sepse jemi evident, ka rënë çmimi deri në $48 dhe nuk është evidentuar fare. As në derivate, as në produkte finale dhe as në pompë. Unë ja u thash, nëse kemi pak kohë, në 2024 deri 2025, pra në periudhën 2 vjeçare, çmimi i produkteve finale, derivateve, është luhatur midis $700 deri në 850-900 për tonë, në varësi të periudhave. Po marrim një mesatare $750. Tani, 175 lekë në pompë me $800, 175 lekë për pompë me 700, me 650. Pra, çmimi i produktit final ka qenë po njësoj. Nuk është reflektuar në pompë. Nga ana tjetër, 15% rivlerësim të lekut shqiptar në mënyrë absolute nuk është reflektuar në pompë. Ama nëse do të kishim situatën e kundërt, ose nëse për një moment ne do të marrim dhe do të shikojmë që dollari në tregun e brendshëm do të fillojë të forcohet, jeni sigur që brenda ditës dhe brenda javës do të reflektohet me njërë në pompë duke thënë është rritur dollari. Se kur ul dollari askush s'kujtohet për çmimin. Kur rritet, po, me njëherë çmimi do të reflektohet në pompë. Ky është një abuzivizëm në Shqipëri që funksionon perfekt. Ashtu siç konkurenca funksionon në perëndim, në mënyrë efikase, jo perfekte, por efikase, këtu i vetmi mekanizëm që funksionon në mënyrë efikase është abuzivizmi dhe spekulimi. Këto funksionojnë, madje mund ta quajmë në mënyrë perfekte, 100%, e ka efektin 100%. Profesor, falenderoj që ishe në studio, Pano falenderit. Tu të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme, bashkë miru takofshim.